Votimi që patëm mundësi të kqyrim, kemi evidentuar ose kam evidentuar disa flet votimi që dyshojmë që janë nga njëjta dorë. Pra me stilolaps të njëjtë dhe me të njëjtën kaligrafi ose me kaligrafi të ngjashme, dhe ajo kemi vënë për çmim dhe vlerësim kasit që të shohin dhe të japin vlerësimin e tyre. Që zërbalit janë 35 flet votimi të veçuar, le të themi, nga përfaqësuesi i ankimuesit. Ne kemi kërkuar hapjen e 4 kutive këtu nga diaspora. Pra, kutit që ishin evidentuar për qarkun Berat me këto problematika ishte 05, 07, 10 dhe 11. Tani varet në varësi në mënyrë asesore u hap kjo. Këtu dolën këto problematika. Nuk paragjykoj dot se çfarë mund të ketë pasur te kutitë e tjera apo çfarë mund të ketë te kutitë e tjera. Kuti nuk ka pasur asnjë pretendim tjetër nga numëruesit dhe as nga vëzhguesit për këto 4 kuti në Parkun Olimpik. Nxjerrë të palogjikshëm pretendime që janë plotësuar të gjitha fletët nga jeta dorë, siç na u theksuar herën e shkuar, kështu që për sa kohë kemi të bëjmë me shenja konvencionale, siç është kryqi dhe është shenjë e cila njihet nga kodi zgjedhor si shenjë për plotësuar fletën e votimit, pra është brenda sigurisht që do jenë ngjyra stilolapsit e njëjtë sepse ato ngjyra stilolapsësh janë kudo, kështu që mendoj që është pretendimi pa bazë dhe i paprovuar në të fakt. Pra përfundimisht kërkojmë pranimin e kërkesës nga ana e kasit, duke urdhëruar përsëritjen e zgjedhjeve në qarkun Berat. Faleminderit. Pra duke ndodhur në kushtet që pretendimi i ankuesit për pavlefshmëri të zgjedhjeve dhe përsëritje të tyre në qarkun Berat ngelet i paprovuar në fakt dhe në prova shkresore, kërkoj rrëzimin e kësaj kërkese ankimore dhe lënien në fuqi të vendimit të komisionerit. Ne kërkojmë lënien në fuqi të vendimit 13-19 komisionerit shtetëror të zgjedhjeve si një vendim i bazuar në ligj dhe në prova.